pa nevojë listat zgjedhore? Në një situatë normale dhe në parti normale, listat do të ishin të rëndësishme, sepse kanë bëjnë me Njëjtë po thëmë edhe po që na po. Kanë bëjnë me ofertën. Do me thonë, nëse një parti ka ofertë të mirë, dhe program të mirë, atëherë përmes listës së njerëzve që i ofron për deputet, e të cilët mund të kalojnë pastaj edhe në ekzekutiv, në qeverisje, tregohet se filan partia ka kapacitet për ta implementu programin e caktuar. Por, për listën e vetëvendosjes, unë mendoj që nuk është listë dopt, është listë e mirë. Lista është e mirë, por deri diku s'paku. Por, të vetëvendosja nuk ka fare rëndësi kush është në listë. Të vetëvendosja është më rëndësi që është Albin Kurti. Pa Albin Kurtin, kjo listë, sa do cilësore që mund të jetë, eventualisht, vështirë se e kalon pragun. Pa Albin Kurtin. Me Albin Kurtin e kalon pragun e 51-shit. Do me thonë, kur është Albin Kurti, diskutohet pragu i 50-shit. Kur nuk është Albin Kurti, diskutohet pragu i 5%-shit. Do me thonë, ka që është diskrepanca në efektin që e shkakton Kurti dhe të tjerët. Ta shtu është një problem, në hijet arës nuk bin bari. Kurti është hije e madhe dhe këta tjerët nuk mujnë as më rrit, as më zhvillu në hijen e Kurtit. është e pamundur me vërrit. Këta kanë me met dë figurinat vësra si dekor nëse janë të tilë të zotit Kurti me ban listën, me votu si ushtar, e kështu me radhë. Përveç kësaj, nëse ishdesh me diskutu listën e vetëvendosjes, për te asaj që u tha që nuk ka ndryshime, lista është seriozë, s'paku deri ka numrin 20-30, ka një cilësi, dhe ministrat përfshirë. Ka cilësi, ka njerëz të cilët nëse para 8 vitesh kanë qenë të pa dëshmuar anonimusa një pjesë e tyne, tashme janë njerëz të cilët e kanë një përvojë, qoftë në qeverisje, qoftë në pranin e tyre në publik, e kanë dërtu një PR, nështë ta kanë bë pare një pjesë për tyne, që është mirë nëse kanë bë pare, se nuk vjedhin ma, se neve nga ka shku ymri, neve në Kosovë nga shkoj ymri, që 27 vjetë jemi të ngi, kapak këtë klasët politike, këtë grupet politike, të ngihen as kemo rahatu me zgjedhje. Kur të ngihen krejt, e po ne shpresojmë që është grupi fundit që ka meti undë, atëherë na kemi me u rahatu dhe me nisë me maj zgjedhje normale dhe mos me diskutu në këtë mënyrë, po me diskutu për programe, po edhe për listat që mund të implementojnë ose jo ato. Ajo që shumë të vetëvendosja është që për jashta këtyne numrave interesant që janë deputet kandidatë si Mefail Bajqinov, si Liza Gashi, Adelina Tërshani, Osman Musliu, të cilët do të marrin vota, Mefi Bajqinov si edhe Liza për shkak të aktivizmit tyne, për shkak punës që kanë ba, Adelina Tërshani, mulla Osman Musliu, se tja duhet me thonë mulla kur ba deputet, po Osman Musliu, hoxha, pedim, për ju shpjegu njerëzve kush është, pa dajt keqe, këta do të marrin vota sepse janë figura kontradiktore. E tash, a mundën me qenë me një list, nuk po e përsëris ato që tha Azdreni me shka pajtohem, po unë nuk mendoj që mund të rinë në një list Dimal Basha edhe Shqipe Selimi edhe Arton Kunëshevci. Nuk mujnë me nej. Por e keni këtu sërish në listë këtë Fatos Gecin. Fatos Geci është një krah i luftës që e kundërshton një krah tjetër. Dimal Basha edhe Arton Kunëshevci nuk rinë në një listë. Dimal Basha, Shqipe Selimi nuk rinë në një listë. Dimal Basha edhe Enver Dugolli nuk rinë në një listë. Nuk mujnë me nej. Qahet e listë. Ja ku është lista? Ka mu qa kjo listë, nuk funksionon. Se kam për herë të parë dhe kam vazhdu? Jo, ka me arë një moment i caktum kur duhet me u da aj shapi për sheqerit që thonë, edhe ka me pas vendimet të cilat mund t'jenë edhe dhimshme. Me që u përmenë Arton Kunëshevci, edhe unë pajtohë me ata që tha Labi që është një vlerë shtume, është një... Valion Peci, vlau i Faton Pecit. Valion Peci. I paranësishëm është, e ka zavësu në është pej familjes e kanë që kandidatu, nuk e njohë, nuk e di kush është Valion Peci, nuk e kom ditë për kush është Faton Peci, dhe i ka hy
përveç një meme që ka pas qarku në televizion, se kum ditë kush është Faton Peci dorën zemër, dhe i ka kalu në Atëherë po ishë parashin një të ardhme të ndritur? Po mund tjetë